Numri i fëmijëve që përdorin drogë në Republikën e Maqedonisë së Veriut është alarmant dhe vazhdimisht në rritje. Tregojnë të dhënat e hulumtimit të avokatit të popullit lidhur me gjendjen dhe trajtimin e fëmijëve që përdorin drogë dhe substanca të tjera psikotrope në vend. Sipas këtyre të dhënave, shqetësues është fakti se ky problem i prek edhe moshat fëmijërore, ku mosha më e hershme e prekur nga droga është një fëmijë nën 6 vjeç. Ndërkaq numri më i madh i fëmijëve që përdorin drogë është nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Zëvendësja e avokatit të popullit Vaska Bajramovska Mustafa tha se trajtimi i këtyre fëmijëve mbetet një sfidë serioze. Meqenëse në institucionet shëndetësore nuk ka programe specifike të synuara për fëmijët. Sipas të dhënave të sektorëve të Ministrisë për Punë të Brendshme, në vitin 2023 janë regjistruar gjithsej 85 fëmijë, përkatësisht 78 prej tyre meshkuj dhe 7 femra si përdorues të drogave, ndërsa në periudhën nga 1 janari 2024 deri më 1 qershor 2024 janë regjistruar gjithsej 45 raste të reja, përkatësisht 41 meshkuj dhe 4 femra. Nga të dhënat e ISHP Klinika Universitare për Sëmundje të fëmijëve, në vitin 2023 janë regjistruar 7 fëmijë, 3 djem dhe 4 vajza, prej të cilëve një fëmijë moshës nën 6 vjet. Bajramovska tha se në vend mungojnë institucionet e specializuara, ekipet specifike dhe programet e veçanta të dedikuara për trajtimin e këtyre fëmijëve. Ajo theksoi se drogat më të përdorura nga të rinjët janë marihuana, anferamina, heroina e të tjerë. Nga 21 qendrat ndërkomunale për punë sociale që u përgjigjen se kanë ekipe ekspertësh për të punuar me fëmijët në rrezik, ku përfshihen edhe fëmijë përdorues droge, të gjitha deklaruan se ekipi nuk është i specializuar për fëmijë përdorues droge. Trajtimi i fëmijëve përdorues të drogës vazhdon të paraqesë një sfidë serioze, duke pasur parasysh se kemi rekomanduar programe specifike në institucionet shëndetësore që ende nuk janë zhvilluar. Nga zyra e avokatit të popullit rekomandojnë zhvillimin e programeve të specializuara për trajtim, rehabilitim dhe risocializim, si dhe përmirësimin e koordinimit midis institucioneve për një qasje të integruar ndaj trajtimit, për përmirësimin e mbrojtjes, trajtimit dhe risocializimin e fëmijëve që përdorin droga dhe substanca psikotrope në Maqedoninë e Veriut. Është e patjetërsueshme të zbatohen masa gjithëpërfshirëse që mbulojnë të gjitha aspektet përkatëse, parandalimin, ndërhyrjen e hershme, trajtimin, rehabilitimin dhe risocializimin, thonë ata.